Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Merrni një lugë nga kjo përzierje dhe do ju zerë gjumi top. Do ngeleni pa fjalë. Nëse provoni të përzierni kripën me sheqerin dhe më pas ta konsumoni përpara se të shtriheni në shtrat, ka më shumë të ngjarë që kjo të kthehet në një zakon të përditshëm. Konsumi i përzierjes së kripës me sheqer, sipas Matt Stone, një shkencëtar amerikan i cili ka botuar disa libra mbi ushqimin dhe metabolizmin, ndihmon në pagjumsinë dhe dhimbje të kokës, forcimin e imunitetit, ngritjen e niveleve të energjisë dhe ngritjen e nivelit të serotoninës dhe elektroliteve. Kripa, ashtu si sheqeri, nuk rekomandohet të konsumohen në sasi të madhe për shkak të efekteve potencialisht të dëmshme për shëndetin, por kjo nuk do të thotë që nuk ka asnjë anë pozitive, veçanërisht kur bëhet fjala në kombinimin e tyre. Kombinimi i ëmbël dhe i kripur ndihmon në balancimin e funksioneve optimale, veçanërisht kur bëhet fjala për hormonin e stresit. Sheqeri vepron si një bateri për qelizat sepse glukoza përfaqëson një rritje të besueshme të energjisë të mitokondriet. Natriumi i kripës lejon frymëmarrjen e dur të qelizave në prodhimin e energjisë. Përveç kësaj, të dyja substancat janë mjaft të fuqishme ushqyese për menaxhimin e stresit. Sheqeri dërgon një sinjalizues për të pellëzulluar prodhimin e një hormoni të stresit që dëmton organizmin tuaj dhe ju bën të zgjuheni natën. Ato janë gjithashtu të rëndësishme për ruajtjen e kushteve homeostatike, në të cilat adrenalina nuk mund të prodhohet pa kontroll. Raporti i kripës dhe sheqerit sipas shkencëtarit Matt Stone duhet jetë 1:5. Është më mirë të përdorni krip deti të parafinuar dhe sheqer kafë të papërpunuar cilësor. Nëse nuk ju ndodhen në shtëpi, përzieni përgatitjen me krip dhe sheqer të zakonshëm. Hidhni 5 lugë çaj sheqer dhe 1 lugë çaj krip në një kavanos dhe i përzieni. Para se të shtonin këtë përzierje, shkoni në shtrat, merrni një pjesë të vogël të përzierjes e mbani në gjuhën tuaj. Vendoseni në gjuhë dhe leni të shkrirë ngadalë. Ndërkohë që shtriheni, do të keni gjithashtu edhe një përmirësim më të mirë të gjumit. Përveç kësaj, ka edhe një mënyrë zgjedhje natyrale të ushqimeve më të mira të cilat do t'japin rezultate fantastike në cilësinë e gjumit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Gjatë ditës, ju do të harxhoni shumë energji. Për shkak të saj, do ta keni edhe më të vështirë që të flini. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje. Mënyra më e mirë dhe e mundshme që trupi juaj të shërohet është gjumi cilësor, i cili duhet t'jap gjithashtu edhe rezultate fantastike për shëndetin tuaj, sipas ekspertëve të Healthline. Sidoqoftë, nëse keni problem të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë, ekzistojnë zgjidhje të mira natyrale që mund të përshpejtojnë cilësinë tuaj të gjumit dhe mbi të gjitha të sjellin rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Janë disa mënyra natyrale për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit dhe për të evituar gjithashtu edhe problemet të pagjumësisë, sipas dhe Elsaj. Qumshti i ngrohtë është një zgjidhje natyrale shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep gjithashtu edhe ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit, edhe të ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Një tjetër produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj për të përmirësuar cilësinë e gjumit është gjithashtu edhe çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet tuaja të stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mendja gjithashtu zvoglon intensitetin e tyre, duke i lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet tuaja të pagjumësisë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet tuaja të gjumit është edhe lëngu i qershisë. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në prodhimin e serotoninës.
Hormoni cilësor për gjumin. Ky lëng është testuar dhe studiuar për të trajtuar pagjundësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më të mira për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka në shëndetin tuaj, gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të pagjundësisë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj është edhe qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban gjithashtu magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe mbi të gjitha të përmirësojnë gjumin tuaj cilësor. Ndaj dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj kundër problemeve të pagjundësisë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të pasur në dietën tuaj më të mirë janë edhe bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin tuaj të muskujve. Ato përmbajnë kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon gjithashtu edhe stresin tuaj fizik. Ndaj, sigurohuni të keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke përmirësuar kështu edhe cilësinë tuaj të gjumit. Gjithashtu, sasia e mirë e fibrave dhe karbohidrateve do të mbush stomakun tuaj, dhe në një kohë mjaft të mirë do të nxjisë ndjesinë e ngopjes dhe mbi të gjitha do të jap rezultate mjaft të mira ushqyese në cilësi të shëndetit tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të nxitur një gjumë cilësor është edhe çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë ushqyese, sidoqoftë kur bëhet fjala edhe për gjumin, ai me dekafein është alternativa më e mirë që mund të shtoni në dietën tuaj. Ky çaj do ju ndihmojë gjithashtu edhe në relaksimin dhe largon stresin, duke ju ndihmuar që të flini më rehat dhe më qetë gjithashtu edhe gjatë natës. Rezultatet do të jenë fantastike me një gjumë cilësor dhe shumë të rëndësishëm për dietën tuaj. Qumshti i bajameve gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e madhe që ka. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë dhe gjithashtu një gjumë më komod. I pasur me magnez, qumshti i bajameve ka provuar të jetë shumë efektiv edhe kur bëhet fjala për nxitjen më të madhe të gjumit, dhe rezultatet që do t'jap janë fantastike. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan, dhe fal kësaj trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për rregullimin e orareve të gjumit dhe kjo është një arsye kryesore për të shtuar në dietën tuaj, si një nga alternativat më të mira në dobi të shëndetit të përgjithshëm. Çaji i kamomilit sipas ekspertëve cilësohet si një zgjidhje natyrale shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Duke ushtuar çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë me tretjen dhe lehtësimin e tensionit të brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjundësia dhe ankthi. Ndaj sigurohuni të përmirësoni shëndetin tuaj të gjumit duke shtuar sa më shumë produkte natyrale, të cilat ju mbajnë në një gjumë më komod, të thellë dhe pa probleme të cilat mund të lidhen edhe me gjumin e dobët të përditshëm. Ushqimet që hani dhe koha e vakteve tuaja mund të ndihmojë dhe të ndikojë në atë se sa lehtë të bini në gjumë dhe sa qetësuese është nata juaj. Prandaj rekomandohet një vakt i parë dhe i lehtë i gjumit, veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga pagjundësia, pasi një sasi e vogël e ushqimit në trup mund t'ju ndihmojë të flini dhe të parandaloni çdo shqetësim që lidhet me urinë. Cora Habinovka, ekspert e gjumit, tregon për Sleep Speaker ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.